Ministri i Shtetit Tauland Balla zhvilloi një takim në Strasburg me raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Andreas Schieder. Balla e cilësoi Schiederin si një mik dhe mbështetës të vyer të Shqipërisë, ndërsa vlerësoi raportin vjetor për Shqipërinë, i cili pritet të miratohet nga Komiteti i Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian përpara se të kalojë në votim në seancën plenare të 8 dhe 9 korrikut. Balla vlerësoi deklaratën e raportuesit Schieder se Shqipëria mund të quhet favoriti kryesor mes kandidatëve për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Vizioni ynë është i qartë, ne synojmë të mbyllim negociatat e pranimit deri në vitin 2027 dhe të sigurojmë antarësimin të plotë në BE brenda mandatit të ri qeverisës që na e besuan me një shumicë si asnjëherë më parë shqiptarët në zgjedhjet e 11 majit, theksoi Balla në Strasburg, duke cilësuar këtë një vlerësim që sipas tij konfirmon progresin e prekshëm të vendit në reformat demokratike dhe institucionale. Në Strasburg, një ditë më parë, Balla mori pjesë në takimin e Komitetit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit, ku përcolli mesazhin se Shqipëria, sipas tij, është më e përgatitur se kurrë për të bërë pjesë e familjes europiane.